Horoskopi ditor e martë 17 qershor 2025. Dashi. Gjatë kësaj dite do jepni më shumë intensitet dhe pasion jetës tuaj në çift. Her pas here nuk do të nguroni as ta bëni xheloz atë që keni në krah, në mënyrë që të shihni sa shumë ju dashuron. Beqarët do të dëshirojnë shumë të ndryshojnë statusin e tyre, por angazhimet profesionale nuk do t'ju lënë kohë të lirë. Financat do të përmirësohen më shpejt nga sa ju keni menduar, fal për kujdesit të treguar. Demi. Ndikimi i planetëve në jetën tuaj në çift do të jetë shumë i madh. Do të arrini më në fund të përmirësoni gjendjen në të cilën ndodheshit dhe do të jeni më të qetë. Beqarët do të takohen me disa persona që do t'u ambushin mendjen edhe për të filluar thjesht aventura. Të ardhurat do të rriten më shpejt nga sa ju i kishit menduar. Përfitoni nga kjo për të kryer disa shpenzime të nevojshme. Binjakët. Marrëdhënia me partnerin ka për qenë shumë e mirë se kohët e fundit. Do të jeni më të logjikshëm dhe nuk do të bëni as pa gabime. Beqarët nga ana tjetër do të takojnë më në fund dashurinë e madhe. Në fakt, edhe pse zemra do t'ju ra fort, do të ekzistojë frika për të ardhmen. Buxheti do të jetë disi qëndrueshëm, megjithatë rekomandohet të bëni kujdes me shpenzimet. Gaforia. Nëse tregoheni xheloz dhe strikt me partnerin tuaj sot, keni për të pasur probleme dhe vështirësi të mëdha. Ndryshoni në mënyrë të sjelluri sa pa qenë tepër vonë. Beqarët nuk do të jenë në humorin e dur për të ndryshuar statusin e tyre dhe për të njohur persona të rinj. Në planin financiar duhet i zgjidhni sa më parë problemet, pasi situata do t'ju dalë jashtë kontrollit. Luani. Ditë shumë e vështirë do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të debatoni dhe për gjërat më elementare dhe ardhmja mes jush mund të rrezikohet. Beqarët do të kenë surpriza të njëpasnjëshme dhe deri në fund të ditës do kenë ndryshuar statusin e tyre. Buxheti do pësohet ndjeshëm nëse vazhdoni të shpenzoni me sy mbyllur. Merrni masa pa qenë tepër vonë. Virgjëresha. Do të keni mënyrën më të mirë për ta mbajtur pas vetes partnerin tuaj sot dhe do ja shprehni atij ndjenjat në mënyra nga më të ndryshmet. Beqarët do ja kalojnë mirë me miqtë e tyre të ngushtë dhe nuk do duan kurrësesi të bëjnë ndryshime. Në planin financiar situata do të përmirësohet në mënyrë të menjëhershme. Përfitoni për të bërë disa shpenzime që ju keni dashur. Peshorja. Jeta juaj në çift do të mbrohet gjatë gjithë kohës nga yjet sot. Ato do të krijojnë një ambient edhe më të ngrohtë dhe do të arrini të shprehni më lirshëm ato që ndjeni. Beqarët do të kenë një ditë të tensionuar dhe as që do e kenë mendjen te krijimi një lidhje. Perspektivat financiare do të mbeten ende të mira. Do të arrini të kryeni pa frikë shpenzimet e nevojshme. Akrepi. Do i qëndroni gjatë gjithë kohës besnik partnerit tuaj sot dhe askush nuk do të mund të prish harmoninë që ekziston në lidhjen tuaj. Beqarët duhet të bëjnë sa më shumë përpjekje në mënyrë që ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Nëse nuk doni të keni probleme me financat, mundohuni që çdo shpenzim ta kryeni pasi ta keni menduar mirë me kujdes. Shigjetari. Ditë mjaft e këndshme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Si ju, ashtu dhe partneri do të bëni ato që do të ndjeni dhe nuk do të mendoni as pak për të nesërmen. Beqarët do të kenë një ditë fantastike, e cila do t'i çojë në një botë tjetër. Shumë gjëra do të jenë ndryshe. Të ardhurat do të varen prej jush. Po u tregua të logjikshëm, gjendja do të mbetet e mirë. Bricjapi. Nuk do të keni për çfarë të qaheni sot ju të dashuruarit, pasi partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës në çdo moment. Surpriza do të jenë të mëdha dhe nuk do të ndalen asnjë çast. Beqarët as që do të mendohen gjatë për të hedhur hapa dhe shumë shpejt do të lëndohen. Shpenzimeve vendosini disa limite në mënyrë që situata të mbetet e kënaqshme. Ujori.
Ditë e mrekullueshme do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ndodhin dhe gjëra që nuk i kishit imagjinuar ndonjëherë dhe emocionet do të jenë të shumëfishta. Beqarët do të ndihen mjaft mirë ashtu si janë, prandaj nuk do të duan as pak të bëjnë ndryshime të statusit. Në planin financiar do t'ju duhet të kufizoni disi veten që gjendja të fillojë të stabilizohet. Peshqit. Ditë sensuale dhe romantike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Në disa momente do e humbin sensin e realitetit dhe do mendoni se jeni mbi re. Beqarët duhet i shprehin sa më shumë ndjenjat e tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë të tjerët do e kuptojnë sa i doni. Gjendja financiare do të lërë mjaft për të dëshiruar. Disave do t'ju duhet patjetër ndihma për t'ia dalë mban.